Punëtorët nuk heqin dorë nga kërkesa për rritjen e rrogës. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë mëngjesin e sotëm për 2 orë bllokoi 2 rrugët kryesore që do çojnë në Kuvend, gjithsesi nga ora 9 deri në orën 11, kur ishte caktuar seanca në Kuvend, me qëllim që të mos lejojnë deputetët të shkojnë në punë me vetur. Kryetari Slobodan Trendafilov shpreh se deputetët 2 vjet po e bllokojnë propozimin e LSM-s për rritjen e pagave të punëtorëve, ose rritjen e pagës minimale dhe rritjen e pagave të tjera për së paku 6.000 denar. Informacionet e mia janë se deputetët janë zgjuar herët në mëngjes, erdhën para orës 9 në punë, vetëm që të mos përballen me punëtorët në rrugë, sepse kanë turp nga ata, kanë turp nga votuesit e tyre, sepse refuzojnë të arrisin pagën e punëtorit, ndërsa nga ana tjetër, paga e deputetit do të rritet jo për 9.2%, siç e llogarit guvernatori i Bankës Popullore, por për 12.6%. Sindikalistët kërkuan që kërkesa e tyre për rritjen e pagave të vendoset në rendite në Kuvend. Ne jemi mbledhur që të zgjedhurit të popullit i themi se si institucioni më i lartë ligjvënës të votojnë për rritjen e pagave, sepse me këtë pagë minimale që tani e marrim e keni varfëruar punëtorin ton, gjithsesi qytetarët, kështu që kemi bërë kërkesë te Kuvendi ta vendosë këtë çështje në rendite. Nënkryetari i LSM-s thotë se nëse nuk pranohen kërkesat e tyre do të vijojnë me mbledhjen e nënshkrimeve për të ulur pagat e funksionarëve. Mendoj se kërkesat tona nuk do të pranohen dhe ne jemi të gatshëm që në periudhën që vijon, ashtu siç kemi deklaruar se do të mbledhim 10.000 nënshkrime që të mund ta paraqesim kërkesën tonë. Zyrtarët policor kishin siguruar objektin e Kuvendit nga të gjitha anët dhe hyrjet e saj dhe kishin vendosur edhe barrikada. Protestën LSM do ta vazhdojë të ejten duke bllokuar rrotën ekonomike të Maqedonisë dhe të martën bllokon qeverinë.